Ishte vetë antari i Komitetit Ekzekutiv pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Arben Dervisha, i cili premtoi se stadiumi Loro Buriqi do të jetë gati me 1 qershor, por punimet tregojnë të kundërtën. Ne së bashku me kamerën e TV1 Channel do të futemi brenda të gjitha ambienteve të këtij stadiumi për të parë se në çfarë faze janë punimet. Premtimet nga ana e drejtuesve të federatës dhe realiteti tregojnë të kundërtën në Loro Buriqi. Punimet e mëdha kanë përfunduar, tribuna e re dhe ato anësore, po ashtu edhe stolat, por asgjë nuk është gati. Në tribunën kryesore që u ndërtua nga fillimi e ku do t'jenë zyrat e klubit ka ende punë për t'u bërë, sidomos në lidhjet elektrike dhe arredimin e ambienteve. Punimet nuk kanë ecur ashtu siç i ka parashikuar firma kontraktuese. Në katin e nëndheshëm, aty ku janë planifikuar sallat e veçanta, kabinat elektrike dhe ambientet ekstra ku lojtarët do të mund të bëjnë nxemjen, ka prani uji. Një burim i hershëm ka prishur planet e inxhinierëve dhe prej ditësh po studiojnë mundësinë për të shmangur këtë problem, por nuk ja kanë arritur. Për shkak të rëndësisë, tribuna VIP ka marrë prioritet. Stolat, ndriçimi, impjanti elektrik, sistemi audios dhe vendosja e internetit kanë përfunduar. Ndërsa këtu është tribuna VIP, vendi ku do të akomodohen personalitetet dhe figurat e shuara. Stolat janë tërësisht të ri dhe mjaft komod, ashtu siç takon një stadiumi modern. Sa i përket sigurisë, Loro Buriqi mund të konsiderohet i blinduar. Plot 200 kamera sigurie të cilësisë së fundit do të monitorojnë çdo lëvizje në të gjithë stadiumin pa ndërprerje. Siguria është fjala e parë në këtë impjant sportiv, ku mund të vëzhgohen lehtësisht të gjithë tifozët, duke e bërë më të lehtë punën e forcave të rendit kur bëhet fjalë për incidente. Ajo çfarë mungon është vetëm shtrimi i pistës me tartan. Për shkak të mungesës së fondeve, ky proces pritet të përfundojë në një tjetër datë. Ndoshta duhen edhe 1 apo 2 muaj për të pritur ditën e inaugurimit, por diçka është e sigurt. Shkodra do të ketë një stadium modern, padyshim më të mirë në Shqipëri dhe një nga më të mirët në Ballkan.